Përshëndetje për të gjithë. Besimi ka ardhur nga Danimorka për ta festuar ditëlindjen e nanës. Mirë po, ata nuk e dinë se besimi ka ardhur, besoj mirë se na erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta dhe juve. Besoj se do të kalojnë shumë mirë të nana dhe normal që juve nuk ju pret, që keni ardhur. Është një rrugë e gjatë, mjaft kreativ, është pak një mund, po për prind ja vlen, të mos ka pasur. Është vërtet. Edhe pse është rrugë e gjatë, po folë dhe juve edhe për prind gjithmonë është e shkurtër. Shumë faleminderit për juve, faleminderit për besimin tek puna jote. Do shkojmë te nana dhe do shohim si do reagoja. Shihemi mbas pak. Tjena mate, tjena tete. Ditëm ja lexoj se kujna e keni një surprizë. Urime ditë e lindjen nën e dashur. Sot është një ditë shumë e veçantë për ty dhe për ne. Sot festojmë 67 vjet të jetës tënde. Vite të mbushura me dashuri dhe sakrifica. Ti ke qenë dhe do të mbetesh gjithmonë zemra familjes tonë. E dashura nën. Vitet ikin shpejt, por dashuria vetëm shtohet. E lutem Zotin të udhëroj jetë gjatë në shëndet të plotë. Kjo ditë është shumë e veçantë për neve, nga se po në këtë ditë joli ynë, edhe nipi juaj e nesin mbush 6 muaj. Nënë e dashur, faleminderit për gjithçka që ke bërë për ne. Dashuria dhe urtësia na e kanë udhëhequr në çdo hap të jetës sonë. Ti je nënë e mrekullueshme dhe një person i jashtëzakonshëm. Të duam shumë nga burri, Hamitit, djemt, vajzat të reja, të nipat, mbesat dhe sidomos e nisi duket. Shumë faleminderit e djalin Musas, nipit Mesa Krejna. Faleminderit shumë, inshallah nipi ju rritet. Faleminderit shumë. Mirë po ju keni të ndërrohet tjetër për bërë që atje ju pret, a mundi marrë me mu? Faleminderit shumë. Hajde. Urime ditëlindjen. Faleminderit shumë që ka. Lartë e mojnanem, djeli